Mirë mbrëma, përshëndetje. E nisim fillimisht profesor me thekset e Kurtit gjatë një interviste sot në emisionin interaktiv në Koavizion te kolegu Eraldin Fazliu. Kurti foli për disa prej zhvillimeve më në zë të momentit, siç është edhe gara zgjedhore e 7 qershorit, tha se synon 60% të fitoj këto zgjedhje e mundshme apo dëshirë e kryeministrit në detyrë. Po, kjo shifër nëse mund themi ose targeti për 60% ka arë si rezultat i krizave të cilat i kemi pa, është deri diku legjitime se cila parti që të synoj që të marrë sa më shumë që është e mundur, sikur të mundeshin gjitha partit do i merrnin gjitha votat, edhe pse kjo nuk është e shëndetshme për demokracinë, do shta prej gjitha konsekuencave ose prej një numrit caktuar të konsekuencave të krizave politike institucionale, ajo më e dëmshme është që tani demokracia nuk po shifet si mundësi për qeverisje, por po synohet që të krijohen monopole, dhe në rast se një parti fiton 2/3 e votave, normalisht që kjo është shumë e dëmshme për demokracinë. A është e mundshme? Urojt mos jetë e mundshme, mirë po edhe kur në vitin 2021 në bazë të teorive të sistemeve elektorale dhe të sisteme partijake në sistemet proporcionale është kogja e papritshme që një parti, pak të një parti që t'ja dalë që t'i mund gjitha partit e vjetra që kanë qenë, mirë po ja doli që t'i marë mbi 50%, pastaj nuk u pret as në 28 dhjetor që do i marrë ato vota, i marrën as ata vetë, nuk e pritët. Ma ta thyë edhe rekordin e Njëstënitës. Ja kaloj, do më thonë asaj, dhe tani targeti është për 60%, edhe pse kjo kërkon një numër shumë të madh të votuesve, ne shohim që opozita është duke u përpjek, që edhe ajo, në farë mënyrë të ngjallë një lloj entuziazmi tek votuesit e vet. Uroj që kjo mos ndodh, po në rast se ndodh, vërtet është diçka që është e dëmshme për demokracinë, sepse tani ne po hym në një fazë ku po shohim alternativa tjera qeverise me 2/3, sepse partit nuk po ja dalin që në mënyrë demokratike, kur them demokratike kam fjalën duke ndarë pushtetin, duke bërë marrëveshje të qeverisin, dhe si të vetëm në mënyrë po e shohin që në rast se i kanë votat e mjaftueshme vetë që qeverisin, atëherë mund flasim për stabilitet, dhe në rast se ndodh ky stabilitet, domethënë është një stabilitet që bie ndesh me pritjet të demokracisë. Po, dhe jemi e përmendet edhe jo opozitën, jemi në këto zgjedhje të 7 qershorit për shkak të mos zgjedhjes së presidentit dhe mos rënies dakord pra për një emër konsensual për president, dhe kjo deklarat e Kurtit a vjen si rrjedhoj pra e dëshirës së tij pra për të shkuar në zgjedhje pikërisht për atë që e thatë edhe jo më herët, pasi që deklaroj se nëse nuk ju doli boll 51.1%, ndoshta ju del boll 60%, kjo është synimi jonë, ne dëshirojmë të fitojmë gjithnjë më shumë. Unë nuk kam nevojë për një fitore të re, por duket se opozita ka nevojë për një humbje të re. Pra ky është citimi i Kurtit dhe i kësaj dëshirës për 60%. Është dëshirë e kryeministit Kurtit që të marrë 2/3 ose mbi 2/3 e votave. Mirë, po megjithatë më shumë është një lloj, do të thënë një lloj narrative që është kriju, edhe nga lëvizjeve të vendosura, po edhe nga partitë opozitare duke përpjekur që ta fajsojnë njëra tjetrën dhe të përpiqen nga kjo krizë institucionale që është kriju, pastaj ta përkthejnë këtë në një fitore të mundshme, ndoshta edhe me 60%, ose opozita me një rritje të mundshme, pra është një përpjekje që nga kriza të përfitohet në rritjen e numrit të votave, një gjë që thashë edhe më herët nuk është e shëndetshme për demokracinë. Partitë duhet t'i thrasin mendjes dhe duhet kujdesen që ta ruajnë, ta kultivojnë pluralizmin. 2/3 në rast se një parti në një sistem zgjedhor proporcional i fiton, atëherë partitë, kjo është shenjë që partitë nuk po përpiqen që ta kultivojnë dhe ta ruajnë pluralizmin, që është i domosdoshëm për funksionimin e demokracisë, pra shumë më shumë se një narrativ për të përpjekë që kjo të përkthehet në një lloj ndoshta ndëshkimin ndaj partive opozitare dhe me këtë ndëshkim pastaj të rriten votat e vetëvendosjes në 2/3. Dhe si ruhet pluralizmi, profesor politik, nëse kemi një parti që ka fituar 51.1% me partitë e tjera që janë dukshëm larg kësaj